Pasina që ka ndodhë, dhe me thonë njerë është lujt, o lujt me dikon që s'më du pja përmen emin se kena bo palidhe me përmen. Masa ne jo hini propozim ka ardhë, hajde që pe bojna djallin o kshinotit president. Aty për aty ka ndodhë, jo do përmen më këtë emra, në përmen. Jënë kur përmen të avolim. Tëni ku për lidhëm të opozita. Përmen e duket Haradinajn. Shiko, Haradinaj fillimisht e ka bo një hypotezë qysh moti. I ka qu letër zyrtare, ka dole ka thonë televizion që kom qu letër zyrtare edhe Lëmir Abdigjikut, i kom qu edhe Bedri Homzës. Hajde ullëm i 3 partitë opozitare e kryojmë një qëndrim të përbashket. I kemi ishtu në shkrime, një kandidat mundi me pas, e gjena një kandidat që na përshtotet të 3 partive politike, eci me to, edhe atëherë na mundi me mojt pozicion, me thonë vetë vendosit, a da në ecë përpora, po që kjo kandidat jonë, eci pundish. Kjo nuk ka ndodhë, sepse s'kanë pranu, tash po kthehen që atë pikë. Për që menaj që ka të drejtë Haradinaj tash me e refuzu ftesën, sepse kur ty të dikush për një të në qështje, edhe ti refuzan, edhe mas një kohë tash t'i kthehen që atë pikë, thonë, hajde tash takuemi mas shumë gjonave që ka ndodhë, menaj që është problematikë. Ka ndodhë se ti ki 2 kandidat atje, ka o mojt një seancë, në me thonë qëndrime, edhe pse unë i pranoj. Seancës s'ka përfundu. Jo, s'ka përfundu. Edhe pse unë i pranoj që qëndrimet dhe qëllimet e partive politike që janë të opozitës mund me qenë ndryshe. Këtë normale kjo, se LDK ka qëllim